Një ngjarje ka trazuar Kosovën, bëhet fjalë për zbulimin e një tash të quajtëri Lule Gjeli, të cilët në Kosovë, po themi, gjithë media ka folur mjaft gjerë lidhur me këtë fenomen. Për të folur për këtë fenomen, por edhe për aktualitetin atje, kam të ftuar në një lidhje direkte profesorin e njohur zotin Selatin Eret Koceri. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, Guri. Faleminderit për ftesën. Profesor, çfarë është Lule Gjeli? Po, çka të themi, këse Lule Gjela në Kosovë funksionojnë apo janë të shprehura bukur shumë në rrjetet sociale që nga viti 2007-2008, por tani janë shumë të intensifikuara dhe ka jashtëzakonisht shumë rrjete të tilla, emra të tilla fake, të cilët funksionojnë kryesisht në kuadër të lëvizjes vetëvendosje. Kë Lule Gjeli, Jona Qitoku dhe Shqipëria Bashkuar, të gjithë për vetëvendosjen, ka shumë faqe, profile të ngjajshme të cilat funksionojnë, janë ajo pjesa elitare e rrjeteve sociale, të cilët zakonisht në formë të organizuar sulmojnë personalitetet e caktuara të jetës politike në Kosovë, e sidomos të opozitës edhe atyre që kanë dalur nga lëvizja vetëvendosje që nga viti 2019-20, kur dolën PSD-ja, nga ai moment janë aktivizuar shumë faqe të tilla falso, të cilat gordojnë, të cilat etiketojnë, të cilat shtojnë pa ndërprerje të gjithë ata që në një farë mënyrë kundërshtojnë Albin Kurtin edhe lëvizjen vetëvendosje, por edhe që ju bashkohen ose krijojnë subjekte të reja. Sidomos viktima më të mëdha të këtyre rrjeteve sociale zakonisht janë zonjat, gratë, edhe në njëjtën kohë. I kemi parë se këto faqe fake të hapura zakonisht janë në emër të vajzave grave, Lule Gjeli, Jona Qitoku, e plot emra të tjerë, të cilat shojnë, fyejnë, denigrojnë nënat, gratë, femrat, të cilat e kanë lëshuar për çështje të caktuara lëvizjen vetëvendosje. Prandaj themi se të gjitha këto rrjete sociale e kanë adresën, dihen se të kujt janë të lëvizjes vetëvendosje, janë të Albin Kurtit edhe janë të atij grupit nga Tirana të cilët zakonisht merren me këtë veprimtari. Aty e kemi Dejona Mihalin, aty e kemi Elves Hoxhen, aty e kemi Arber Zajmin, aty e kemi Hysamedin Nazemi, Hysamedin Ferrajn, edhe plot Bojken Abazi pak është larguar, është pak më indiferent, por megjithatë ky grup i cili funksionon nga Tirana, zakonisht në fillim ata janë themeluesit e këtij rrjeti social, janë themeluesit e kësaj lufte hibride e cila e ka prejarën apo ka lindur mund nga Albin Kurti, i cili në vazhdimsi ka sulmuar opozitën për luftë hibride edhe për gazetari hibride, por ajo që është vërtet hibride edhe shumë e rrezikshme edhe vjen nga qarqe më të errta, nga Greqia, Serbia e vende tjera, Rusia, financohen dhe funksionojnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto u shprehen kohëve të fundit, Berat Buzhala bëri një punë të mrekullueshme, e kapi këtë zotrin Gent Prokshi, apo si quaj, dikun Taulant Bytyqi, e dikun tjetër Gent Kablla, e emra të tillë plot falso. Të gjitha këto, ky zotri sigurisht ka jo vetëm 5-6, por me dhjetra faqe të tilla me të cilat provokon, por kjo Lule Gjeli ka qenë më e ashpra, edhe kjo kryesisht është marrë me personalitete të shquara, dhe tani u aktivizua shumë kur filluan bisedimet ndërmjet
partive politike, kur Kurti bisedoj me Partinë Demokratike, bisedoj me Lidhjen Demokratike, edhe në vërtet e ftoi edhe Aleancën, por Aleanca nuk i shkoi në bisedime, kështu që ata aktivizoheshin në kohën kur i nevojitej Albin Kurtit për të denigru, për të degradu dhe për të provoku opozitën e cila edhe ashtu është mjaft e hendikepuar, por edhe me këto sulme që ndodhin vazhdimsi nga këto rrjete sociale, ata vetëm sikur zbehen edhe tërhiqen nga skena në vend që të reflektojnë, në vend që të kundërvihen këtyre mekanizmave, ata sikur tërhiqen, nuk bëjnë zë, heshtin dhe dalin gazetarët si në këtë rast që e patëm Beratin, i cili vërtet e zbuloi një rrjet që tani mendoj se veç kanë filluar të fshihen shumë nga këto rrjete sociale, sepse ju ka hyrë friga, sepse edhe prokuroria ka filluar të merret me këtë zotrin, me këtë Gent Prokshi, i cili vërtet ka bërë një luftë të rëndë propagandistike për këto vite sa ai ka funksionu. Uroj, shpresoj, dëshiroj që këto rrjete sociale të jenë sa më të pakta, edhe pse unë dyshoj se do të ketë mundësi shumë të zvoglohen, sepse thuhet, ende nuk është shumë zyrtare, ende nuk dihet, por thuhet se 40.000 fake faqe i kanë të hapura lëvizja vetëvendosje. 40.000 vërtet janë shumë. Nëse secili prej tyre i ka vetëm nga 10, atëherë i bie që 400.000 automatikisht 400.000 provokime, fyrje mund të pësojnë brenda një kohë shumë të shkurt për personalitetet, sepse ata smerren fort me personalitetet të nivelit më të ulët, por me personalitetet të nivelit më të lartë, siç i kemi në rastin të kaluarën me Isa Mustafën, Hashim Thaqin, edhe tani me Bedri Hamzen, me eksponent tjerë politik, edhe me kundërshtarët e LDK-s që për momentin janë brenda LDK-s e nuk po pajtohen me këtë grupin e Lumir Abdigjikut. Ata tani do të jenë aktiv, kuptohet nëse nuk vazhdojnë të kenë frikë edhe të frigohen prej prokurorisë, e cila për fat keq tani me kryetarin e prokurorisë veç është arritur kopja edhe e këtij organi të rëndësishëm, i cili më herët udhëheqej nga Blerimi Sufaj, tani e kemi parë një kryesues të ri të prokurorisë, dhe i njëjti sigurisht se vepron në emër të edhe për interesat të lëvizjes vetëvendosje, konkretisht të Albin Kurtit. Pritet që të ketë një takim mes zotit Albin Kurti dhe kryetarit të LTK-s. Çfarë do të thotë ky takim dhe çfarë pritet nga ky takim, le të themi? E kaluam Këshillin e Përgjithshëm, ashtu si e kemi pritur, LDK-ja doli më e përqarë se sa që ishte para kuvendit. Tani veç dihet qartë se Lumir Abdigjiku do të bisedoj edhe tenton të futet në qeveri, përkundër që unë mendoj që zoti Kurti nuk e ka seriozisht, por qëllimin e ka që ta shkatërroj LDK-n edhe si duket do t'ja arri. Sepse aty dikun deri në 7 deputet të cilët kanë fituar në zgjedhjet e fundit, ata në asnjë mënyrë nuk do ta votojnë Vjosa Osmanin jo për presidente, sepse ajo nuk do të jetë presidente, ajo do të jetë ministre e punëve të jashtme dhe zavens kryeministre, dhe VV-ja tenton që presidentin ta ketë nga rrodhët e veta. Në këtë mënyrë LDK-ja jam i bindur që kur do që të shkohet votimi për president, do t'i ketë minimum 5 vota kundër, por me mundësi që t'jenë 7 ose 8, që do më thënë LDK-ja do t'i ketë vetëm 10 vota, gjë që është e pamjaftueshme për ta zgjedhur kryetarin në zgjedhjet në rastin kur do të kemi pas 2 muaj, sigurisht
data 6 është të ejten do të konstituohet kuvendi, do të formohet qeveria, do të shohim atë nëse Albin Kurti do t'ja jep 3-4 ministri zotit Lumir Abdigjiku, atëherë pritet që për kryetar do t'jetë dikush nga lëvizja vetëvendosje në asnjë mënyrë, ose ai si thënë nga shoqëria civile, por ata pa qenë eksponent të lëvizjes vetëvendosje nuk bin shprehje siç ishte ai zoni Aferide Rushiti, ndoshta do të shkohet përsëri në të njëjtën zonë, por unë nuk pres, veç tani më PDK-ja është deklaruar se nuk do të votoj, edhe do të rrinë në opozitë, sigurisht edhe 7-8 deputet të Lidhjes Demokratike, po ashtu, kështu që nga këto bisedime pa marrë parasysh që mund të ketë sot, ose ne para kuvendit që mba të ejten mund të ketë bisedime në mes LDK-s edhe vetëvendosjes, por jemi shumë të sigurt që kërë këto lëvizje janë taktizim i zotit Kurti dhe ai e din shumë mirë që Vjosa Osmondin nuk do ta propozoj për presidente, edhe në anën tjetër as Lumir Abdigjiku nuk do ta propozoj, ai do ta knaq Lidhjen Demokratike të Kosovës me pozita ekzekutive, 4-5 pozita ekzekutive do t'ja jep, disa zavens ministra, disa borde do t'ja premtoj që t'i udhëheq LDK-ja, në këtë mënyrë mendoj që është joshur zoti Lumir Abdigjiku dhe është i gatshëm ta pranoj, por megjithatë unë mendoj që Këshilli i Përgjithshëm, i cili votoi 152 vota, i kishte kundër, thujse është baraz me votën tjetër që për 17 vota 169 apo sa i fitoi Lumir Abdigjiku. Kjo nuk është një konfirmim se vërtet Lidhja Demokratike e Kosovës e don, por i ka joshur paraprakisht shumë njerëz të cilët i ka pas kundër. Në këtë rast i ju ka premtuar pozita ministrore, zavens ministra në përborde, dhe në këtë mënyrë i ka joshur delegatet e kuvendit të LDK-s që ta pranojnë koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me lëvizjen vetëvendosje, gjë që mendoj nuk do të funksionoj dhe ne do të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira. Mundësisht Kurti do të provoj të shtyj maksimum afatet ligjore, siç e bëri me konstituimin e kuvendit që e shtyri një ditë para skadimit të afatit, ai do të provoj që t'i shfrytëzoj edhe 60 ditëshin për ta zgjedhur presidentin dhe mas 60 ditëve do të drejtoj ndonjë pyetje, sepse do të metemi pa president me 4 tetor. M'duket ai do të bëj pyetje se çka do të bëjmë, për shkak se i ka lënë zonjës Albulena Haxhiu mandati, dhe në këtë mënyrë këtë do të na çojë drejt zgjedhjeve ka fundi i muajit dhjetor, për të shfrytzuar edhe një herë diasporën e mashtruar, të cilët mendon se do ta votojnë, edhe pse ne në këtë verë tani peshohim dhe kem takime të shumta me diasporën, janë jashtëzakonisht të dëshpëruar, sepse ata kanë ardhur për vizitë në Kosovë dhe po e shohin se ka vetëm degradim dhe nuk ka asnjë zhvillim për këto vite sa ata e kanë votuar zotin Kurti, dhe shohim shumë prej tyre që janë të dëshpëruar sepse dalin rrugë për të hyrë në Prishtinë, duhet të qëndrojnë 2-3 orë në kolon për të hyrë në qendra në Ferizaj, në Lipjan, në disa qendra tjera të cilat janë afër Prishtinës, fush Kosovë, gjithashtu duhet të qëndrojnë me orë të tëra. Tani e kemi atë festivalin Sunny Hill dhe të rinjet si kryesisht nga Mërgata dhe disa turistë të cilët kanë ardhur nga bota jashtme me orë të tëra presin ose nisen, jam mësyn këmbë për të shkuar deri në vend ngjarje, kështu që e kanë parë se ky zotëri Kurti e ka bllokuar Kosovën në infrastrukturë dhe asgjë e mirë nuk ka ndodhur për këto vite, dhe unë mendoj që në zgjedhjet e ardhshme kurdo që të mbahen, diaspora do të votoj kundër Albin Kurtit, i cili vërtet peçon në theqafje këtë këmbë edhe Republikën e Kosovës. Kur kemi një vendim lidhur me ish-komandantët e Shoqërisë Shqiptare të Kosovës të cilët të mbajnë në Hag? Presim që me 16 shtator të kemi vendimin përfundimtar për
Sigurisht nuk mund të them unë në asnjë mënyrë se pres vendim gjykues, unë pres vendim lirues, pa marrë parasysh që presioni është shumë i madh nga Serbia edhe nga Rusia për t'i denuar djemt më të mirë që i kishte shqiptaria, kombi shqiptar. Unë kam thënë edhe herave tjera pas luftës së Skënderbeut, lufta e OÇK-s është lufta më e shenjtë e popullit shqiptar dhe 4 njerëzit të cilët po gjykohen në Hagë janë njerëzit kryesor të cilët i ka pas kjo luftë. Prandaj edhe ka ardhur akuza nga Rusia dhe nga Serbia e përgatitur, por edhe e financuar, sidomos dëshmitar të cilët janë përgatitur 180 prej tyre kanë qenë dëshmitar paguar nga Serbia, por dëshmitë e tyre janë aq të dobta, aq të lodhta. Unë megjithatë e kam një lloj shprese që kjo gjykatë nga këto dëshmi nuk do të jetë në gjendje edhe sigurisht për shkak të rejtingut të madh të gjyqtarëve të cilët janë në këtë gjykatë, mendoj që në fund do ta marrin vendimin lirues dhe do t'i lirojnë 4 djemt e UÇK-s, të cilët me lirimin e tyre sigurisht do ta zbardhin edhe një herë atë që e pruni gjykata ndërkombëtare e Hagës, që lufta e UÇK-s ishte e drejtë. Dhe ne mendojmë se kjo luftë vërtet ishte e drejtë dhe të gjithat presit e UÇK-s, duke filluar nga Hashim Thaçi dhe të gjithë të tjerët, kanë zhvilluar luftën më të drejtë në historinë e kombit shqiptar, edhe luftën më të shenjtë. Prandaj secili prej nesh duhet të pres një vendim lirues. Përndryshe, unë frigoj se nëse do të kemi vendim gjykues, atëherë Kosova do të jetë e destabilizuar edhe priten demonstrata dhe protesta të mëdha, të cilat mund të rezultojnë me një rezultat katastrofal për popullatën e këtij vendi. Sidomos kur në njërin anë e kemi lëvizjen vetëvendosje, e cila është shumë e interesuar për t'u denuar djemt në Hagë, edhe eksponentet e tij si janë disa njerëz këshilltar të zotit Kurti, siç është Shkelzen Gashi, Veton Suroi e disa elemente të tjerë, si ishte, po e harroj emrin, Rëngjinovci e shumë eksponent të tjerë, të cilët janë shumë të interesuar të denohen djemt më të mirë të Republikës, kështu që unë pres sidomos paralajmërimet e veteranëve të luftës së UÇK-s, por edhe të Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, janë që Kosova do të përjetoj një protestë të jashtëzakonshme, eventualisht nëse na denohen presit e luftës shqirimtare. Kështu që Kosova mund të jetë e destabilizuar dhe urojmë dhe shpresojmë në drejtsinë ndërkombëtare që të liroj edhe Kosova të jetë e qetë, edhe të vazhdojmë pastaj me protesta, por të protestojmë kundër këtij pushteti, protestojmë kundër Albin Kurtit, i cili ka izoluar ndërkombëtarisht Kosovën dhe po e rrezikon të ardhmen euroatlantike të shtetit tonë. Domethënë protesta do të shpëtojmë nga kjo e Hagës, por protestat duhet t'i parashohim me njëherë pas vendimit të gjykatës të drejtohen kundër pushtetit të Albin Kurtit, i cili po e shkatron shtetin në emër të gjojat një shtetit të një republike të tretë, fantome të cilën vetëm ai në kokën e tij nuk e di si e mendon. Domethënë presim vendim lirues. Unë personalisht pres vendim lirues dhe shpresoj, mendoj edhe uroj që dy gjyqtarët, se njëri prej tyre po thonë që po flitet që 3 gjyqtarë do të votojnë për vendimin, po flitet që njëri është për denim dhe 2 shpresohet që amerikani që udhëheq kryesuesi dhe një tjetër holandez më duket është, do të jenë kundër denimit dhe djemt me 16 shtator do t'i bashkohen popullit që po i pret me padurim.
Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësi. Respekt.